Mos ma thjeshto verbin, të lutem. Mirë, po ja thjeshtuat ju zoti Pallas. Mirë, nëse mundem tash. Me temperamentin e Pallas. E dyta, Kosova ka pasur një referendum për pavarësinë e saj, u bën tash 25 vjet. Po ashtu ka pasur një betim të UÇK-s që ka kërkuar që të bashkohen troje shqiptar. Jemi dakord deri këtu? Po. Pastaj hym fazën tjetër, kur Kosova u çlirua mendimin e NATO-s dhe të UÇK-s dhe të faktorëve tjerë politik të organizuar dhe të intelektualëve që kanë pas si një vizion. Edhe vullnetar nga Shqipëria ka shkuar. Tash nëse do të më lejosh ta çoj argumentin deri më fund. Faleminderit. Por i shkon, okay. Dhe kishte një proces negociator, ishte projekti që Kosova shpallej shteti pavarur, dështoi në OKB, filloi kjo pavarësia, siç e di të tjerat janë histori. Ka probleme me historinë. Dhe gjithë kohën shqiptarët e Kosovës, kur kanë luftuar për shtetin e Kosovës, kanë luftuar që në fund të kurorzohet me flamurin që është i shqiptarëve. Kjo hë për hë nuk fu lejuar. Flamuri jo i shqiptarëve, i gjyshit vet, i stërgjyshit vet. Aty ku janë. Po, pajtohet. Se nuk është e sjell flamurin Tirana apo e çon Prishtinë. Nuk po ma po se po na bëj, ore se janë breza që nuk e dinë. Lejo ti zëll fjalët e mia si unë i shoh. A mund të zëll fjalët e mia? Nga arka e nuk të lëgjej, do t'i thush se do të shkoj. Arka e 4 gjysmë. Lejosh se me fjalët e mia ta përshkruaj. Po. E gjyshja. Sa? Ma jep nga Tirana, ma jep ta vulos. Po, ma jep ta vulos. Po këtë s'po e kuptoni po m'duket. Projekti i Kosovës është projekt shqiptar. Pra, këto detaje që po kapen ju, tash qof flamuri, qof pse ju po bëni tifo për një, këto vetëm sa do t'na përçojnë. Pse? Do t'a përfundoj, pastaj do Adriatiku, ta mbaroj. Se ne po shohim pastaj që duke e dashur këtë po bët ndarja, me s'kemi edhe në Kosovë të tillë që thonë se duhet vetëm për krahun përfaqësuesen ose kombëtaren e Shqipërisë. Kjo i bie se ta lëm na Kosovë, pavarësisht se ne nesër duam shpallim një referendum, bajmë të pastaj deklarohen qytetarët për shka. Pse jo, nëse mendojmë që është më mirë, unë asnjëherë nuk e thash se nuk jam për bashkimin. Asnjëherë. Po shikojmë se cilat janë hapa. Se përfundova. Kemi një pyetje. Në pamundësinë bashkimit, shkojmë drejt krijimit dy identiteteve që pas do ke nevojë të bashkohen. Po çka nuk kuptoj me identitete? Identitetet janë shumë stresuara. Unë për vete, nëse më pyet dikush, unë do i them s'ka je, do t'i them shqiptar, po nga je, shtetësia, do t'i them kosovar, do t'më pyet cilit populli përket, shqiptar, simboli lidhet njeriu me vendin e tij. Askush nuk do paragjykon për këtë. Ma shtruat pyetjen të të përgjithshme. Simboli i shtetit tim është ky flamur. Ne kemi dashur flamurin kuçezi. Nuk është bërë, nuk do të thotë se nuk do të ndrohet. Ose nëse duan mes mund ta bëjmë. Se e thua në kohën e shkuar. Nuk e, po ta jap. Po jemi dakord. Se e kam dashur. Se nuk e do më? Nuk e do më? Nëse ne duam, do ta bëjmë. A do më tani apo e ke dashur? Po më dashuria e kaluar. Flamuri shqiptar është flamuri im. Po dhe flamuri i Kosovës është flamuri i shtetit tim. Ka replikë. Ke replikë, mirë, atëherë Pallas ka replikë. Debatin për bishti, për të shkaktu pastaj kontrareagime që pikrisht na shtin. Zhej habi një test fort. Mos u shmang asaj. Paternalizmi i Shqipërisë me Kosovë. Pikrisht son kundër paternalizmit. Unë këtë s'po e kuptoj. Çfarë është ky nervozizëm? Ta shpjegoj. Pallaska. Zoti Zhej thani çështje shumë e rëndësishme. Ju sfidoj direkt. Zoti Zhej sfidoj direkt në tezën time që po ndjem nga Tirana. Jo nga gjithë Shqipëria, një dozë paternalizmi raport me Tiranë zyrtare, Tirana intelektuale, elitare, elitat, absolutisht, edhe Tiranë zyrtare. Zoti Asimi tha që kjo trendi i krijimit të